Zoti i Madhërisht më paraqet njerëzve që habiten me sukseset e tyre dhe thonë që unë vetë e kam bë. Jo, na kemi çdo sukses i imi vjen me Allahun, me ndihmën e tij. Dhe themi atë që thot Allahu në Kur'an, hadha min fadli rabbi, këtë që kemi është dhuntipi i Zotit tim. Dhe atë që thot Allahu i Madhërisht në Kur'an, fema bikum min ni'matin fa min Allah, çdo dhunti që e keni është prej Allahut. Bash të shkjo fjalë doshta me dal. Ka qenë teniser dhe njihet si legjenda e Wimbledonit. Turneut. Arthur Robert Ashe. Ai ndëroi jetë pasi u sëmur me smundjen e AIDS-it, SIDA-s. Para vdekjes i patën ardhur shumë letra nga simpatizant nga të katër anët e botës. Në një nga letrat dërguesi pyeste: "Përse të zgjodhi ty Zoti të vuash nga kjo sëmundje e mallkuar?" Arturi u përgjigj me një koment domethënës, i cila thotë kështu: "Nga e gjithë popullsia e botës, 500 milion fëmijë i kanë hyrë lojës së tenisit. Prej tyre 50 milion i kanë mësuar rregullat e lojës. Nga këta 50 milion vetëm 5 milion i arritën të luajnë tenis. Prej tyre 50.000 arritën të luajnë tenis profesional. Vetëm 5.000 prej tyre arritën të luajnë në kampionatin Grand Slam të tenisit në Francë. Ishin 50 lojtarë ata që mundën të marrin pjesë në kampionatin Wimbledon në Britani. Vetëm 2 prej tyre arritën në finale dhe vetëm prej tyre vetëm njëri e fitoi kupin. Në fakt isha unë ai fituesi i asaj kupe. Kur mora kupën në duar dhe e ngrita lart plot gëzim, kampion i Wimbledonit, nuk e pyeta Zotin asojherë pse unë o Zot. Pse tani që më kaploi kjo sëmundje të them pse unë o Zot." Po, përgjigjet një besimtarit, realisht domethënë i cili ka kuptuar dhe ky udhtim që është përshkruar domethënë shumë përshkrim real i këtë asaj ecurie që e bëjnë një pjesë e madhe e njerëzve në sportin e tenisit konkretisht, po edhe këtë sporte të tjera. Edhe kjo është ajo që e them. Po shumë mirë thove. Ibrahimović suksesin domodin i atribuon vetvetes. E lip Zotin kur është në tragjedi. Po, a nuk pat sukses e harroi Zotin, bile e mohoi kë. Po da. Bile ka mohu. Tash pse e lip Zotin ti? Po da. Pse e lip Zotin? E kjo është ajo që na thot Allahu wala nabluwannakum bil khairi wa sharri fitne. Ne do ju sprovojmë edhe me të mira, edhe me të këqija për t'ju testu. Po da. Test. E kur na sprovon Allahu me të mira, na sfankomi. As po falenderojmë Zotin. Kur na sprovon me të këqija, ku është Zoti tash? Po mirë, porti pse tha o Zot falenderoj ty. Po da. Edhe prandaj përshkrimi i këtij teniserit që ka fenomenal është tamam një përgjigje një besimtarit, domasi nuk e lipa Zotin kur arrita suksesin, s'kam shka lipi tash Zotin kur ka sprovuar me sit. Andaj ose je falendrues ndaj Allahut kur ke suksese, që pastaj të Allahut furnizon me durim. Dhe të mos bësh këtë pyetje. Ku është Zoti tash? Me durim, do të ballafaqosh sprovën me durim siç e ballafaqove mirësinë me falënderim.